dhe brënda nuk hym dot. As me zjarë fikse, as me shkallë. Ku janë të janë? Qendër Tiranës? Po në qendër Tiranës, ja, e tha Flavio ku janë. Është trendi i ri ky i lejeve të mëdha të ndërtimit, që janë gjitha në formë katrore. Po patjetër më po, është trendi i ri i gjithë ndërtimit që ne po bëjmë. Sepse kemi mangalemin atje sipër, që kemi një objekt që nuk hym dot me zjarë fikse. Dhe qofse kemi një situatë që njerëzit duhet të evakuohen, për aty nuk evakuohen, do bëjmë se kokoshka, do jemi para kësaj situate, nuk kemi kalesa. Pra ne ndërtojmë vend kemi, tokë kemi plot dhe vazhdojmë ndërtojmë, ose kemi bulevardin e ri, kemi 200 pallate, po ke rruga Jordanmise apo dalim. Nuk kemi bazë, një bypass që dalim në vend tjetër. Nëse kemi situatë të tillë, siç ndodhi në rastin e tërmetit, se atëherë ishin akoma ca lulishte, ca vende ku mund të qëndronin njerëzit. Tani edhe autostrada u zu, s'kemi kur rrinë më njerëzit, e kupton? Ja ta gjej pak Nazarkon, se duhet lexoj statusin para se shkoj reklam. Patjetër. Se ngelëm ke zjarri, po në këtë moment ka ndërtesë ka diçka akoma më të rëndësishme dhe më të rrezikshme që qytetarët duhet ta dëgjojnë dhe ta kuptojnë. Qëndrueshmëria e objektit. Qëndrueshmëria e objektit, pse çfarë mund të ndodhi atij objekti? Sepse aty për orë të tëra zjarri ka qenë dhe ka qenë jo vetëm në fasadën, po ka qenë dhe në brendësitë të pallatit. Po. Dhe ato bunkerë që u ndërtuan para viteve 90 për t'i çmontuar se për t'i prishur, ditni goma dhe shpërbënin betonin. Zjarri është rreziku numër 1 i betonit. Që shpërbën betonin. Po. Pra duke qëndruar ai zjarri për orë të tëra aty në atë ndërtesë, çfarë dëmi ka shkaktuar kësaj godinës? Ai ka prishur konstruksionin e anën konstruktive të ndërtesës apo jo? Dhe për këtë, pra ti thua që edhe pse kompania merr përsipër që do ta rindërtojë edhe do t'i rregullojë, jo, e ka thënë në reagim ka thënë që do rindërtojë edhe apartamentet brenda. Kjo është pyetja. Ajo që thotë strukturën e themeleve fasadën e apartamenteve, po a do ta prish objektin dhe do ndërtojë një objekt tjetër? Se ky objekt do të prishur nga fillimi? Rindërtim do të thotë të prishësh objekt, po a është ai i qëndrueshëm për të se këtu fillon problemi tjetër. Edhe Instituti i Ndërtimit duhet jap me urgjencë oponencën nëse ai objekt është i qëndrueshëm dhe i reziston kohës, e them këtë përse. Marrim rastin e tërmetit në vitin 2019. Me standardet e Bashkimit Evropian, nga 3 muaj deri në 6 muaj nuk hidhej beton në varësi të intensitetit të tërmetit. Tu në Shqipëri filloi që javën e dytë hidhej beton. Pallate të tëra i hithin beton në javën e dytë tërmetit. Po janë pas tërmetet, ato tërmetet e vegjël që bien. Që bien edhe në ditët në vazhdim. Dhe ato bëjnë shkëputjen midis ekullit dhe betonit. Në vend, standardet e Bashkimit Evropian nuk lejohet të jetë beton, mund të bësh çdo lloj punimi në ndërtim, instalime hidraulike, elektrike, lidhje ekulli gjitha, por nuk e do të beton. Dhe për këtë është ai urdhri i inxhinierit që ne ngulim këmbë, e ngrejmë zërin. Për këtë tani ai unioni i inxhinierëve që doli dhe kundërshtoi. Kam përshtypjen Lazarko që s'është problem urdhri i inxhinierës këtu. Këtu është më e thellë historia se sa vetëm standardet që duhen vendosur. Kush do i vendosë? Po një sekond. Nazarko, urdhrin e inxhinierit. Kam një pyetje, Nazarko, aktualisht që po flasim që është kjo batërdi në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë. A ka fare inxhinierët? Ka rregulla? Jo. S'ka fare. Çfarë lidhje ka atë? Ka në letër, por nuk i kontrollon. Po një sekond pra, a janë në letër? Po ky është faj inxhinierëve. Ku janë në letër? Po ti ke rregullore për ndërtim, për procedurale që bëhen gjatë punimeve si s'ka. Kur është bërë kjo gjë? Kur janë rregulloria e sigurisë teknike fundit të kujt viti është? Në momentin që certifikohet objekti, në momentin që dorëzohet në bashki, a mbahet një proces verbal apo tani se mos. Shikoj që mos thënë, po dalim sikur s'kemi rregulla dhe s'kemi inxhinier. Nuk kemi rregulla. Ne këtu nuk kemi një instruksion. Po jo, pra ne kemi instruksione që. Ma po edhe këtë softa që të lexoj pak Ramën, se duhet fush reklamat pastaj që të dazmë. Në shtëpinë tuaj sot vjen një elektricist në derë. Po. Dhe bie derë sot jam menaxher, më ka çu Flavio. Po. A sjellni patent se kemi bllokuar ato skuterat elektrike, ato të vejlit, se mos nuk kanë patent. Ne s'kemi certifikim sot. Ne s'kemi kategorizim. Pikërisht njëjtën gjë po thoshte dhe neve nuk kemi rregulla. Neve nuk kemi standarde. Ne s'kemi protokollet sakta. Në qoftë se kjo fasada qëndron apo nuk qëndron, neve kemi drejtues teknik, supervizor, kolaudator. 3 janë hallkat që kontrollojnë objektin. Po. Dhe IMT-ja që ka 95% të pashkolluar. Po? Për profesion, Si që nga pashkolluar? Të pashkolluar për profesion. Pa problem. Për profesion. Për të ironisë Flavio, si që nga po? Kemi 2 deri në 5% sot. Bodyguard të pashkolluar, thotë bukur. 2 deri në 5% mos më intereson fare çfarë. Më intereson që 2 deri në 5% janë një gjë ndërtimi.
Pjesa tjetër janë pa Pjesa shkollë. tjetër janë kristal. Tashti, të tre këta hallkat që thash, drejtues teknik, Po. supervizori dhe korelatori paguhen nga investitori. Pra, Që do thotë që ata nëse ti nuk më pëlqen normal mua, do firmosin atë. nëse ti nuk më pëlqen mua, Po. atëherë unë të të zëvendësoj. Tash e thjesht. Kush e kontrollon investitorin? Atëherë kështu i bie që jemi në dorë të Zotit ne. Po patjetër ndër zotin. Tek e treta, tek e fundit, institucionet nuk kanë forcë, nuk kuptojnë. Po ti bëj një projekt përpara, nuk e kupton ai ku çalon. Se kupton fare ku është. Ai nuk e kupton çfarë forme ka, sepse të kesh që të kupton që projekt minimalisht do të kesh bon sens inxhinierik. Me jem kujtoj 2002-2005, ne ishim nga gjithë struktura, 2 veta kishim që nuk ishim inxhinierë, dhe ato kishim alternativë. Pra do të thënë, njëri ishte inxhinier gjeolog dhe njëri ishte geodet i mesëm. Sot ka ardhur degradim, po më thua kjo. Jo, nuk, kjo është e pamundur, sepse stafi inxhinierëve sot që paguhen shtet janë zero. Mendoni se institucionet e kontrollit nuk e kuptuan që në sheshin Skënderbej po ndërtoheshin 6 palestra? Se po jo, Mirë, të një gjë që mos dalë tek ai ndërtim. Më lër të lexoj pak statusin e Ramës, është shumë i rëndësishëm.